Shkojmë studion tjetër aty ku kemi lëktimin me mësafirin me Flutur Mustafa, që vetë se ka ardhën në studio. Hajde, Flutura është këto, mirë se vjen Villot. Mirë se gjej. Po shpresoj që jemi në këtë ditë me shi. Kur ta shtroni të pijen e kuq, normal. Po bre, a peshe që shkam pritët kamermanat me një kreativitet të lehtë. Po besoj që kena me kalu mirë sot. Kush kalon keq në Reload? Po, e vërtet. Unë tregova paka shumë për konferencën që keni me mbajt, me 13 nëntor. Po du me të pyet fillimisht për vendin e punës, ku ti e drejtëresh për burime njerëzore dhe komunikim, Chester Group. Tregon pak që keni dinamikën në punë, sa kolegë, jeni komplet, qysh funksionani si ekip? Ne nuk jemi shumë ekipe madhe, po bëjmë shumë punë të mëdha dhe me impact. Qaja me rëndësi. Dhe jemi një staf shumë i mirë, shumë kompakt. Chester Group funksionon tash 18 vite në Kosovë, me prezencë me brende të vetat, do më thonë si Kosova Business Forum, si platforma më e madhe e biznesit dhe promovimit të biznesit dhe sektorit të financave, si Kosova Finance Forum, Kosova Energy Forum. Pastaj në një emision tjetër të flasim për Kosova Health Forum. Sot jemi për Lifestyle Conference që Chester Group do të organizoj me do 13 nëntor që shëdhe ceke në Marriott Courtyard Balmoral të Prishtina. Një konferencë cila i kushtohet stilit të shëndetshëm të jetës dhe parandalimit të riskjeve apo dhe reduktimit të riskjeve. Chester Group funksionon si një familje ku secili i ka detyrat përgjegjësitë e veta, secili ndihet që i përket atij vendi dhe unë kam të dhe kënaqësinë që jam pjesë e kësaj kompanie. Po besoj të ki punë bashkë me krejt punëtorët e kompanisë edhe me problematika dhe me gëzime dhe me gjithë shka tjetër, kështu që te një mas mirë nga ofër krejt kompani. Unë të që komunikimin dhe PR-in e kompanisë dhe normal që është pjesa dhe më ndihshme, mirë po edhe frytet janë ata që shihen dhe janë tamam të prekshme, kështu që nuk është puna interesant pa pasur dhe sfida. E vërtet. Tregon pak për konferencën e fundit që keni me mbajt, lifestyle, stili jetesës, diçka që krejt njerëz herë do kur do njetë, kemi me qalu ndoshta në këtë aspekt. Tregon ku lindi ideja apo të nevoj, a jeni nisë mas pari për kompanisë me këgjyrë hajde qysh po jetojmë na, dhe sa është nevojshme në Kosovë me mbajt një konferencë e tillë. Lifestyle Conference që këtë vit bëhet për herë të parë në Prishtinë dhe ka për temë Lifelong Health and Harm Reduction, që është shëndetje për gjatë gjithë jetës dhe reduktimi i riskjeve, vjen kryesisht si nevojë për me qenë më vokal dhe më të zëshëm sa i përket stilit të jetesës që ne e bëjmë. Kjo vjen si shkak edhe i mungesës së kohës që kemi për t'ia kushtu vetës qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin e shëndetit mendor, qoftë në hapat e gabushëm që i hedhim, ushqimin e pashëndetshëm e gjithçka tjetër që lidhet me lifestyle-in. Kur jemi te reduktimi i riskjeve, të paktën nëse nuk arrijmë të eliminojmë disa vese të këqija, të paktën mund t'i reduktojmë deri në eliminim. Konferenca ka për detyrë ose ka për synim që t'i ngris këto çështje, të dalim me disa konkluza dhe këto konkluza që të dalin nga konferenca t'ja përcjellim institucioneve relevante në mënyrë që politikat në të ardhmen të artohen në atë mënyrë ose në atë vijë që t'i shërbejnë qytetarit. Dhe të kemi domethënë një dialog mes qytetarit dhe institucioneve. Shumë e vërtet. Disa tema që ndoshta jo shumë njerëz e kanë hapësirën me i diskutu, pikërisht, ose ndoshta edhe me i ndëgju prej profesionistëve se çka me bo, qysh me fillu, qysh me ndërmarrë që të hapin e madh për ndryshimin e stilit të jetesës, se është i farë discipline. Është shumë disiplinë, po për shembull nëse nuk kena kohë me shku një orë në palestër, na mundemi çdo ditë mu zgju ndoshta 10 minuta më herët, mi bë disa zgjatje të muskujve, ose mos me marrë liftin mes shkallëve për një aktivitet fizik më të shtumë, për me reduktu çka nivelin e sheqerit, nivelin e yndyrnave, tensionin. Nuk po flas për çështje më shumë profesionale sepse vetë nuk jam e fushës së mjekësisë. Mirë po disa gjëra që mund të mos i bëjmë drejt reduktimit të riskjeve më të mëdha,
këtë ka konferenca. Do më thonë, në 3 tema që do trajtohen në panelet me radhë, njëra ndërto është paneli që diskuton për varësit ndaj substancave, varësit ndaj duhanit, nga droga, nga alkoholi, veset e këqija, se si të eliminohet, si të reduktohen riskjet. Pastaj flasim për shëndetin në tërësi nga fëmijëria deri në moshë të shtyrë, cilat janë veprimet që sjellin pasoja, apo cilat janë mos veprimet që sjellin pasoja. Kemi një panel të mrekullueshëm. Kush është pjesë e panelit, nëse mund të na tregu, me na zbulu? Kemi një ndër keynote speakers, është dhe Vera Ora, e cila do të flasë për shëndetin mendor dhe do të tregojë historinë e saj të përballjes me kancerin e gjirit. Se si është nevoja të qenit të besosh fillimisht se mund të mposhtësh diçka dhe si ta trajtosh një smundje që të ka kaplu trupin, si ta trajtosh edhe nga aspektin mendor. Pastaj kemi lifestyle coach Saranda Dervisholli, e cila dhe ajo vjen me storjen e saj personale të pikës që e ka sjell në burnout, në pjesën e djegjes së energjisë ose të përtej djegjes, nëse mundemi me thonë, përtej asaj, dhe çka e ka shtyr atë ta ndroj stilin e jetesës. Pastaj kemi ligjërata mbi shëndetin parandalues. Rëndësinë e analizave, që ne pak e hiç i bëjmë dhe si bëjmë. Në momentin që kemi nevojë. Na them diçka, atëherë shkojmë dhe shqetësohemi, por nuk bëjmë analiza ose nuk merremi me preventivën, me reduktimin e riskjeve, derisa që nuk ankojmë prej diçkaje. Shumë e vërtet, deri edhe nëse ankojmë, kur mrin pikën më serioze, shkojmë me u shëru ose me u trajtu ose me zbulu çka kemi, për ndryshe e durojmë edhe dhimbjen kur është e lehtë. Ashtu është. Ndërsa te paneli i tretë flasim në fund, por jo më pak rëndësi, për shëndetin mendor, për stresin post-traumatik dhe për traumën të cilat shoqëria kosovare vun për shkak të traumave të pashëruara që kanë gjeneratat e dola nga lufta, që është bërë pak, për të mos thënë as pak, në këtë pjesë, dhe ngrisim me profesionistë si instruktor, si psikiatra, si psikolog, si edhe nutricionistë, si edhe përmes ushqimit ose përmes aktivitetit fizik, mundemi me i ndihmu vetës edhe këtë pjesën dhe anën e shëndetit mendor. Ne kemi endokrinolog të njohur pjesë të panelit tonë, siç është profesor doktor Elton Bahtiri, pastaj kemi kardiologun Luan Përçuku, kemi një Mori Emrash edhe nga Shqipëria që na vijnë, që është Freskida Miloti, është, nuk du me zbulu ma shumë, po janë emra të zgjedhur, janë njerëz me reputacion të fushës të tyre, janë profesionist mbi gjitha dhe vijnë, dhurojnë nga koha e tyre konferencës në mënyrë që shoqërisë dhe komunitetit t'i japim diçka nga ekspertiza jonë. Pjesëmarrësit që kanë me marrë pjesë në këtë konferencë, a mund është më tregu pa kush mund të me marrë pjesë, a keni ndonjë target audiencë, apo është i hapur për të gjithë? Duke marrë parasysh temën që trajtohet, stili i shëndetshëm i jetës, të paktën nga mosha madhore 18 dhe palimet, sepse e dim që nga njëherë gjeneratat më në mosh 20-25, Trakla po kësirë me ndushëm, Trakla se e preke pik dokë. 50, e kanë disa veset të cilat ju janë pjekëve, nuk mund t'i eliminojnë, po mirë po mund të bëjnë reduktimin e riskjeve, do më thonë mund t'i zavendsojnë me sene me alternativa tjera, që për shumë të duhan pirja ose këta dion. Kemë punë të muse, po nëse nuk mund është me lënë duhanin që është gjeja me mirë me, bo mund është me kalu në alternativa tjera që nuk të mëtojnë a i shumë shëndetin. Mirë, po, premtoj që ma nuk e nguci. Ja, i thësha Latinës që unë jem i vjetër, i këmë bo shumë vjetë. Qëll, a përshë, u bo zgjidhja. Mirë, po, për këtë problem. Në rritet tona sociale kemi shpërnda vegzën për regjistrim, për gjithë interesuarit, dhe janë të mirësarë dhe pastaj edhe të kontribojnë në dialog, pas çdo paneli do të ketë pjesë të pyetjeve dhe përgjigjeve, dhe ku mujmë, do me thonë, me ndërtu pak nga pak, apo me hedhë themelet, e një diçkaje që do t'jetë e përveçme dhe do t'bëhet e zakonshme më si event, si lifestyle conference, e në mënyrë që edhe komunitetit edhe politikave t'ju kontribojmë me të gjeturat e konferencës. Nëse pak a shumë e shikojmë Prishtinën si kryeqytet i Kosovës,
edhe se nëse e shikojmë stilin e jetesës të rive, e shaj që të paktën ata që nuk vujnë nga veset e ndryshme, edhe që në fund ditës nështë as nuk është që e marrin iniciativën me ndru këtë ves, po besoj që ka me qenë një konferencë shumë e mirë edhe shumë fitimprurse për krejt ata që dojnë me marrë pjesë edhe me qenë. Më pëlqej lokacioni në qendër të Prishtinës. E qashme, nuk ka me thonë, nuk kam mujtë me ardhë, s'kam si me ardhë. A ka orë caktume që fillon konferenca? Është nga ora 9 deri në ora 2, mund vi në secilin panel që dëshirojnë marrë, nuk është të detyrueshme me qenë për gjatë gjithë konferencës, për gjatë gjithë kohës. Në rrjetet tona sociale kemi ndo edhe agendën në mënyrë që sipas interesave të gjithë secilit, interesimit të gjithë secilit mund vinë me ndjek. Këtu për këtë konferencë më duhet me falenderu gjithsesi partnerët dhe bashkëpunëtorë tonë që janë Dentfix, Reklinika 5 Star dhe Avicena, që kanë qenë entuziast për me përkra këtë ide. E po të ftoj edhe ty, live, edhe Traklen, masi ka nevoj ma shumë e full për veset. Dhe ta shikni nga ofër aktivitetin e konferencës, punimet, në bashkoni për rjedzim, dhe të shkëmbim edhe qoftë eksperienca qoftë me profesionistë të fushës, po dhe të njëtën edhe njerëz të ri që mund të përfitojnë nga njëri tjetri. Më pëlqej që e cike rjedzim për networking, se qëto konferenca edhe qëto evente, nështë të shkon për një arsye krejt tjetër, del një pun krejt tjetër, një arsye krejt tjetër dhe njerës lidhen me zvete edhe ndoshta. Është ajo që thot populli, çka sill dakiku, nuk ta sill moti. Kështu që këto evente janë në vendi i duhon, edhe mënyra e duhon, se si mi u qas interesimeve, ideve, sepse nuk e dihet kur nga një takim çfarë ideje mundet me lind dhe çfarë projekti mundet me u zhvillu në të ardhmen. Po besoj që keni organizu konferenca nga më herët edhe e dini punën se që shkon organizimi, gjithë shka, a jeni bogati, a ju duhet shumë njerës për me kry një organizim t'il? Ne jemi një ushtri që kemi një komandant në kry, që nuk kemi shumë e madhe numër, po që ka kapim dorë, ajo e fshim për para. Dhe jemi gjithë shka gati, naj detaj vogël, normal që deri ditën e fundit detaj që janë të ndryshushme, mirë po ne jemi gati dhe presim mësafert, presim filloj konferenca me datë 13 nëntor. Faleminderit shumë që ke qenë Reload sot edhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë, i përshëndes gjithë shikuesit dhe dëgjuesit dhe miru pafshim në evente tjera. Faleminderit shumë. Trakla, a ki ndonjë pyetje për flutrën? Kam pyetje se më ka provoku. Po, dhe hajde. Ka provoku, po jo, desha se një gjë shumë e mirë drejt kësaj që po ndodh, dhe më dhonë për shëndetin, po mu po më interesant se sigurisht ju keni bo edhe në një farë forme keni shiku e jeni interesu se sa ka njerëz obez që ka nevoj vendi ynë për konferencat të tilla. Se për mjek individualisht ka sa dush kushtimisht, po sa janë obez edhe ata që kujdesin për vete që interesohen për këtë gjë. Për atë arsye dhe njëri nga panelet tona ka të bëj me shëndetin gjatë gjithë jetesës dhe mënyrën se si jetojmë dhe me si ushqehemi ndër të tjera. E ku në atë panel kemi një ndër endokrinologët më të mirë në Kosovë që është doktor Elton Bahtiri. Kështu që mase e ngritet si tem, po i ftoj gjithë ata që kanë probleme me këtë sen, sepse është diçka që deshte vjen prej ushqimit, prej pasivitetit, edhe prej shumë faktorëve të tjerë, qofshin ato edhe të infrastrukturës së qytetit apo lagjeve e tjere, qasjes e tjere. Kështu që miratëshin të gjithë ata që kanë interesim për secilin tim. E sidomos ata që i takojnë moshës tem, 40 plus miq. Në shku në konferencë tillë në cilën do të informoni për shëndetin, gjithë shka rreth shëndetit, se kurtojnë kursie me shëndetin mirë, mandej kur gjë tjetër nuk duhet. Flutura, faleminderit shumë. Faleminderit juve për hapësirën. Edhe suksese me 13-in, u afru. Faleminderit. Datë e afërt. Kështu që, miq, kudo që jeni, e keni këtë mundësi, shikojeni 13 nëntori, Lifestyle konferenca 2025, mbahet në kryeqytet në Prishtinë, kështu që shkoni,